E pra të dashur miqtë e mi, ja ku po ritakohemi ditën e sotme sërish me mua Tirona Lilin këtu në kanalin Monitor TV për të komentuar dhe për të ndarë lajmet më të fundit. Nata e mbrëmshme në fakt ishte një natë e ngjeshur jashtëzakonisht shumë. Tashmë fati i Rogertit është në dorën e shqiptarëve për të vendosur në qoftë se duhet të qëndron brenda asaj shtëpie apo jo. Në një analizë që bëra unë natën e mbrëmshme, rreth ngjarjes së Rogertit, rreth lojës së Rogertit, rreth strategjisë që në fakt Rogerti ka përzgjedhur për të qenë brenda shtëpisë së Big Brother si një lojtar, hudha hipotezën që Rogerti duhet të qëndron brenda në shtëpi në qoftë se do të ndryshon krejtësisht kulturën, në qoftë se do të ndryshon krejtësisht mënyrën e të shprehurit. Rogerti duhet të krijon një strategji dhe jo më pak dhoma e reflektimit e krijuar nga vllau i madh është një dhomë që do t'i ndihmon jashtëzakonisht shumë Rogertit që të shikon veten në dimensione të tjera, ndoshta për të krijuar një strategji që të largohet nga ofendimet, denigrimet dhe poshtërimet që ka përzgjedhur të bëjë kundërdrejt banorëve të tjerë. Që është një lojtar i fortë, këtë nuk e vë fare në diskutim, por në qoftë se do të përdorte një strategji më të bukur dhe më të qartë, jam i bindur që Rogerti do të ishte lojtari që do të synonte fuqishëm finalen e madhe dhe fitoren e këtij çmimit. Situata e djeshme duke ofenduar Stenaldon në pikën e tij më të dobët ka ngritur në këmbë të gjithë shoqatën e të verbërve, të cilët kanë reaguar në faqen e tyre zyrtare. Ata i kanë kërkuar vëllait të madh që të kryet përjashtimi i menjëhershëm. Rjeti i organizatorëve, ky është reagimi zyrtar i tyre që unë do të lexoj, rjeti i organizatorëve të personave me aftësi të kufizuara në Tiranë e konsideron të domosdoshme të reagojë ndaj gjuhës së përdorur ditën e djeshme në Big Brother VIP Albania, ndaj gazetarit Stenaldo Mehili, i cili është gjithashtu person me aftësi të kufizuara në shikim. Gjuha e përdorur, thot, është e papranueshme dhe përbën shkelje të rënd të parimeve të barazisë dhe të dinjitetit njerëzor. Ajo duhet të ndëshkohet nga autoritetet përkatëse për arsyet e mëposhtme. Përbën albeizëm, një formë diskriminimi që buron nga premisa se personat me aftësi të kufizuara janë më pak të vlefshëm se personat me pa aftësi të kufizuara. Një gjuhë e tillë është e përdorur historikisht për të izoluar dhe përjashtuar personat me aftësi të kufizuara, duke i penguar ata të marrin pjesë në shoqëri në baza të barabarta me të tjerët. Ajo ushqen stigma edhe paragjykime. Përbën gjuhën e urrëties, sepse nuk prek vetëm individin, por edhe komunitetin e personave me aftësi të kufizuara, duke përcjell mesazhin se jetët tona janë më pak të denja për të jetuar se ato të të tjerëve, veçanërisht duke marrë parasysh audiencën e gjerë të këtij programit. Që në vitin 2013, thot, Shqipëria ka ratifikuar konventën e OKB-s për të drejtat e personave me aftësi të kufizuara, e cila kërkon përpjekje të përbashkëta nga e gjithë shoqëria për garantimin e të drejtave të barabarta dhe për respektimin e dinjitetit të lindur të çdo njeriu. Po ashtu, procesi i integrimit evropian kërkon respekt të plot për të drejtat e njeriut dhe për diversitetin. Në këtë kontekst, ne kërkojmë që produksioni Big Brother VIP Albania të marrë masa konkrete, përfshirë përjashtimin e menjëhershëm të pjesëmarrësve që përdorin gjuhën e urrëties, e cila është e pashpjegueshme me etikën e komunikimit në media dhe me vlera që synojmë të ndërtojmë ne si shoqëri. Që autoriteti i mediave, audiodivizione, AMA, në zbatim të kodit të transmetimit dhe të standardeve për përfaqësimin e personave me aftësi të kufizuara të ndërhyjë dhe të trajtojë këtë shkelje në përputhje me parimet e mos diskriminimit. Që
Komisioneri për mbrojtjen nga diskriminimi, zoti Robert Gajda, të reagojë dhe të marrë masa përkatëse në përputhje me ligjin për mbrojtjen nga diskriminimi. Rjeti ynë do të depozitoj zyrtarisht një ankesë pranë këtij institucioni. Së fundmi bëjmë thirrje gjithë shoqërisë të kuptoj se aftësia e kufizuar është pjesë e pandanshme e diversitetit njerëzor. Ne jemi të fortë, krenar edhe të dukshëm. Do të vazhdojmë pa u ndalur përpjekjet tona për më shumë barazi, dinjitet edhe për një shoqëri që respekton dhe përfshin të gjithë antarët e saj. Në fakt është ky reagimi që ka ardhur urgjent nga shoqata e të verbërve në Shqipëri që kërkojnë të drejtat rreth Stenaldos, edhe pse në fakt Rogerti natën e mbrëmshme e sqaroi deri diku arsyen pse e kishte përdorur këtë gjuhën, çfarë e kishte shtyr Rogertin që ta përdorte këtë gjuhën dhe në çfarë konotacioni në fakt e kishte patur këtë gjuhën. Rogerti tashmë ndodhet në dhomën e reflektimit, një dhomë që në fakt është krijuar për herë të parë në këtë edicion. Dua të shpjegoj edhe një gjë, sepse natën e mbrëmshme pati reagime të menjëhershme pse nuk u përjashtua. Unë ditën e djeshme kam sjell një video ku kam treguar si janë ligjet e zarfit të zi. Do të thënë, këto janë gjëra që duhet i dëgjoni me vëmendje, që të kuptoni se jo çdo zarf i zi manifestohet me një përjashtim. Jo çdo zarf i zi manifestohet me një penalitet nga loja. Do të thënë, zarfi i zi ka shkallë që vetëm vllau i madh i vendos dhe për këtë pikë vllau i madh është surprizues. Unë mendoj që Stenaldo ja fali Rogertit këtë gabimin, nuk duhet bër dram kaq e madhe jashtë. Rogerti tashmë e ka mundësinë e tij të dytë për të reflektuar dhe jam shumë i bindur në qoftë se Rogerti nuk krijon në reflektim në mënyrën se si ai përdorën fjalën, në mënyrën se si ai denigron banorët, në mënyrën se si ai ofendon banorët, në mënyrën se si ai shan banorët, jam i bindur për këtë gjën që Rogerti do të penalizohet nga shtëpia pa e menduar dy herë edhe pa patur rëndësi se çfarë banori është, se çfarë dinamika bën dhe a mban ai shtëpinë të gjallë. Tani, me diskutimet dhe me debatet të duket sot më që Rogerti e mban në këmbë shtëpinë, sesa derisa ishte Rogerti jashtë, do të thënë diskutimet, zënkat, ofendimet ishin. Por nuk është puna që të krijon ofendime, është puna që të krijohen debate duke patur një bazë, duke patur një fillim, duke patur një mes dhe duke patur një fund. Argumenti arsyeton gjithçka. Ne do të takohemi sërish së bashku, ishte kjo që në fakt unë solla për ju dhe do të ndaj me ju edhe video të tjera. Takohemi me video në radhës.